Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku këtë herë, në fakt me një lajm të keq për ndjekësit edhe fansat e Kristit. Mbrëm në orët e vona, në fakt në orët e para të mëngjesit, konkretisht në orën 5 të mëngjesit, Kristi Lamaj ka vendosur që të largohet nga shtëpia e Big Brotherit. Zarfi i zi ka mbërritur në shtëpi në orët e para të mëngjesit, i lexuar nga Brikena Selmani me përshkrimin që Kristi përjashtohet. Kristi së fundmi brenda asaj shtëpie ka qëndruar me Mateon dhe ka qenë jashtme, nëse nuk gabohem, natën e mbrëmshme edhe me Malin duke biseduar, por nuk është se ka cekur se do të largohet, por është dukur jashtëzakonisht shumë, domethënë i ngarkuar, është dukur i stërmbushur emocionalisht. Nuk është se ka shprehur me njeri që do largohet, por të qëndruarit vetëm, të qëndruarit të mbyllur në vete, Kristin e ka bindur që ta merr këtë vendimin. Ai më pas ka kaluar në dhomën e rrëfimit, domethënë dhe ka vendosur që të lërë përgjithmonë këtë shtëpi. Uroj që të mos jetë një prank, siç ishte në fakt herën e kaluar që Kristi të jetë tashmë në dhomën e akuariumit. Unë do të interesohem dhe do mundohem që të sjell lajmet më të fundit në fakt që kanë të bëjnë rreth Kristit dhe qëndrimit të tij në shtëpinë e Big Brotherit, por vendimi siç duket ka qenë më tash përfundimisht i Kristit, i cili nuk ka mundur dot ta përballon këtë lojë, gjë që në fakt unë e komentova natën e mbrëmshme, që Kristi nuk ishte ai Kristi i cili hyri brenda në shtëpi, që luante, që bënte lojën dhe që logjikonte. Fundja fundit loja nuk bëhet vetëm me logjik, domethënë duhet të jesh pak edhe më ndryshe edhe më aktiv. Kristi nuk e gjente dot veten, sidomos nga dalja e krusitës, ai u mbyll krejtësisht në vete. Natën e mbrëmshme me vendimin e tij ka vendosur që të lërë këtë lojë këtu në gjysmë dhe të mos e vazhdon më. Zarfi ka mbritur në shtëpi, banorët janë informuar që Kristi është larguar nga shtëpia e Big Brother.